Në Big Brother Kosova, gjërat më të vogla shpesh shndërrohen në debate të mëdha dhe tregojnë dinamikën reale mes banorëve. Një shembull i qartë ishte episodi me tangat e kuqe të Labinotit dhe palët e Albës, që shkaktuan një debat jo vetëm mbi sendet, por mbi qëllimet dhe perceptimet brenda shtëpisë. Labinoti komentoi hapur, si ato tangat e kuqe ika, duke treguar se mbante mend veprimet dhe sendet personale që ndodhnin përreth tij. Ky detaj i vogël u bë një pikë referimi për tensionin dhe diskutimin që pasoi, sepse çdo objekt, madje edhe më i zakonshëm, mund të interpretohet si provokim ose shenjë e qëllimeve të fshehta. Nga ana tjetër, Alba u përfshi në debat për mënyrën se si shpërndan sendet e saj. Nja dy pale se i kam pa nëpër shtëpi sa këtej sa andej. I shpërndan vet ajo për me ra në sy. Kjo deklarat nxori në pa perceptimin e saj mbi motivet e tjetrit. Çdo gjë që bën, çdo gjest, çdo objekt i zhvendosur shihet si mënyrë për të marrë vëmendje, për të treguar diçka, apo për të provokuar banorët e tjerë. Ky episod nuk ishte thjesht debat për objekte personale. Ai tregoi se çdo gjest i vogël në Big Brother Kosova ka peshë strategjike dhe psikologjike. Tangat dhe sendet personale u kthyen në simbole të lojës psikologjike. Kush përpiqet të kontrollojë vëmendjen, kush përpiqet të provojnë të tjerët dhe kush është thjesht viktimë e perceptimit të tjetrit. Debati gjithashtu nxori në pa natyrën e ndërlikuar të bashkëjetesës në shtëpi. Kur secili vëzhgon secilin, kur çdo gjest mund të interpretohet si provokim, çdo objekt bëhet argument dhe çdo fjalë mund të ndezë konflikt. Labinoti dhe Alba treguan se edhe sendet më të zakonshme mund të bëhen pjesë e lojës strategjike dhe të ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve. Publiku e ndjeu tensionin. Nuk ishte thjesht lojë për tangat, por lojë për vëmendjen, kontrollin dhe perceptimin. Ajo që mund të duket qesharake jashtë shtëpisë, brenda Big Brother Kosova shndërrohet në debat, test durimi dhe përplasje karakteres.